Apo shkon Kosova në zgjedhje sipas teje? Abdi Gjiku, siç e tham, nuk pranoj. Tani, domethënë, përgjigja drejt për drejt për pyetjen tuaj lidhet me një detaj teknik, nëse në raundin e tretë të votimit të presidentit duhet të jetë quorumi prej 80 deputetësh apo jo, dhe unë po përpiqesha që këtu në laptop ta kontrolloja edhe ta shihja, sepse teknikisht nëse nuk është i nevojshëm quorumi prej 80 deputetësh në raundin e tretë të votimit të presidentit, presidenti mund të kalojë edhe me 61 votat e shumicës. Po nëse është i nevojshëm dhe megjithëse mund të jetë i nevojshëm edhe për raundin e tretë, pra që të jetë i pranishëm quorumi prej 80 deputetësh, atëherë megjithëse dhe unë e kam shprehur edhe herë të tjera gjatë këtyre ditëve që po Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Kjo ishte përgjigja e drejt për drejt teknike për pyetjen tuaj, po ta zgjeroja pak më tepër panoramën politike, nisur edhe nga ajo se çfarë ka ndodhur ditën e sotme. Unë mendoj kështu që partitë opozitare në Kosovë, pasi ndoqa deklaratën e Lumir Abdigjikut, pasi ndoqa edhe deklaratën tani në mbrëmje të Partisë Demokratike të Kosovës edhe të kryetarit të saj Bedri Hamza, i cili ndryshe nga çfarë kishte deklaruar që sapo të dilte vendimi i gjykatës kushtetuese do të takohej me Kurtin për të folur për presidentin, në fakt nuk u takua dhe kjo është mungesë korrektese dhe bien kundërshtim edhe me vetë deklaratën e Këshillit Drejtues të PDK-s për stabilitet institucional. Ku është pra stabiliteti institucional këtu? Për çfarë flasim? Mund të them këtë gjë që këto parti nuk janë duke i bërë shantazh lëvizjes vetëvendosje, ose i qeverisë, ose mazhorancës. Këto po përpiqen që t'i bëjnë shantazh qytetarëve të Kosovës dhe po i thonë që sa herë që ju të votoni Albin Kurtin, aq herë ne do t'ju çojmë në zgjedhje. Dhe kjo është shumë e rëndë. Kjo është megjithmonë shumë e rëndë. Është hera e tretë nëse deri në datën 28 prill ne nuk do të kemi një emër konsensual për presidentin e Republikës, paktën 2 kandidatura konsensuale për presidentin e Republikës, që do të shkohet në zgjedhje brenda më pak se 2 vitesh, po themi më pak se 1 vit e gjysmë madje. Dhe kjo është një situatë e cila do duhet që të marrë një zgjidhje tashmë jo prej partive politike, sepse asnjëra nga partitë politike nuk merr dot atë shumicë për të garantuar stabilitetin institucional, pra nuk merr dot asnjëra prej partive politike 80 deputet, aq sa duhet që të mos bëhet pengesë as presidenti i Republikës, por do duhet që qytetarët e Kosovës në një rast të tretë eventual të shkuarjes në zgjedhje, t'i japin një përgjigje shumë të qartë të gjithë elementeve dhe të gjithë atyre partive që ata i perceptojnë si destabilizues të vazhdueshëm dhe si minues të rendit institucional dhe kushtetues të Kosovës. Partitë cilat sa herë që kanë në dorë të pengojnë proceset e formimit të institucioneve, e bëjnë atë gjë pa u menduar 2 herë. Kjo ndodhi me kryetarin e kuvendit vitin e kaluar, patëm një telenovel të gjatë, kjo po ndodh tani me presidentin e Republikës. Nëse do të më pyeste dikush se si mund ta zgjidhin qytetarët e Kosovës këtë, unë do t'i përgjigjesha shumë qartë. Do duhet që njëra nga këto parti, të cilat po bëhen pengesë për jo për qeverinë, po për Kosovën edhe për rendin kushtetues Kosovës, të mos kap pragun. Pra do duhet që qytetarët e Kosovës t'i japin goditje nokauti njërës për këtyre partive, së pari që të rishpërndahen vota, të kuptimin teknik të fjalës, dhe së dyti për të dhënë mesazh politik për partitë e tjera që stop. Enough is enough. Nuk mund ta vazhdoni këtë lojë sa herë që ju të keni mundësi edhe sa herë që ju të kërkoni të vendosni shkopin rrota për të penguar funksionimin e Kosovës. Kujtojmë këtu që janë shumë marrëveshje që priten të votohen në Parlamentin e Kosovës, disa janë votuar gjatë këtij muaji për
financime ndërkombëtare për projekte, qeveria Kurti nuk po mundet që të realizojë edhe një pjesë të madhe të premtimeve që ajo ka bërë gjatë fushatave elektorale, pikërisht sepse po pamundsohet jetesa normale parlamentare dhe jetesa normale politike. E me sa duket, ky është edhe në këndvështrimin tim, por jo vetëm qëllimi i pengesës së vazhdueshme që partitë në opozitë po i bëjnë qeverisë. Dhe nuk do dua ta zgjas shumë, por nuk do dua ta zgjas shumë, por kjo puron prej dallimeve të thella që ka në këndvështrim midis qeverisë aktuale edhe partive në opozitë. Kjo lidhet patjetër edhe me projekt ligjin për byron për sekuestrimin e pasurive të paligjshme që ka kaluar vetëm para 3 ditësh në Mosgaboj, dhe me gjithë konceptin dhe mënyrën se si qeveria Kurti po përpiqet të bëjë atë që qytetarët i kanë dhënë votën për të bërë. Nuk është absolutisht e përsosur ka... Negoni sekundë, Kurti thotë se zgjedhjet janë panevojshme pasi do të prodhonin të njëjtin rezultat. Se më pyet dhe zoti Baton dhe unë jam i them që je një ekspert i mirë në çështje ndërkombëtare, po veçanërisht për Kosovën, për shkak se e ke njohur dhe nga shumë afër lëvizjen vetvendosja. Kosova është kombëtare, jo ndërkombëtare. Kosova është kombëtare. Jo, po dhe për çështjet e tjera, pse po diskutonim që pse nuk e futu me gonin. E donim për se... Qartë. Tani... Po, nuk e di nëse zoti Baton më mban mend se kemi qenë ja 2 herë aty në studio së bashku. Nuk e di pse. Nuk e dija që për civil je kaq shumë mbranda logjikës politike të vetvendosjes, je teknikisht e ke shpjegu perfekt mënyrën se si duhet krejt të trajtohet problemi i zgjedhjeve, raportin e opozitës me opozitën, por e ka harru një gjë. Dhe më thonë, qeverisjen e keqe, shumë të keqe të vendosjes. Keqa ke thonë është e sakt. Analizë sakt teknike. Unë mund të bie dakord, shiko, kur vjen puna te qeverisja, hajde debatojmë. Nuk ka, po këtu s'jemi te qeverisja, këtu jemi pse po pengohet. Ka të drejtë e goni sepse nuk jemi vërtet te qeverisja. Jo. Dhe ja ta diskutojmë të... Shiko, mes ju të dyve, shiko sa interesant. Mes ju të dyve... Kisha e thu këti. Këtë pyetje, jo pra ta, jo. Tjetër, ne ja po themin gjë konkrete. Kurti thotë që zgjedhjet janë të panevojshme. Pasi do të prodhonin pothuajse të njëjtin rezultat. Ore i fiton më thellë. Ose ndoshta fiton më thellë, po të njëjtin rezultat. Thjesht do të harxhoshin parat për organizimin e zgjedhjeve. Jo mor ky i tha gjithë. Atëherë pse nuk gjendet kompromisi? Kush e dështon marrëveshjen? Ti thua dhe dëmton. Jo, unë nuk tham. Unë më tham që opozita e ka pas rastin e shkurt të vitit kaluar që ta merr qeverisjen pasi u zgjedh kryetari. Kush po e dështon marrëveshjen se këta prap nuk fitojnë tani? Çfarë duan këta? E the pak a shumë që ata duan të krijojnë një idenë që prania e këtij ishte shumë e rregullt. Shiko, që ta them shumë shkurt edhe për ata që na dëgjojnë këtu. Edhe për popullatën. Shumë shkurt për këta që na dëgjojnë këtu në Shqipëri që mbase nuk i dinë detajet në Kosovë. Çështja nuk është se janë 2 apo 3 palë të ndryshme dhe po flasin për 2 apo 3 emra që mbështet secila palë edhe s'po bien dakord. Kjo do të ishte çështje diskutimi. Po këtu problemi është që ne s'po mbrim dot emrat. Pra, njëra palë propozon emra dhe është lëvizja vetvendosje ose qeveria, po themi, dhe pala tjetër që po saboton procesin, nuk po sjell emra në tryez, po saboton takimet, siç është Partia Demokratike e Kosovës dhe nuk po mbështet, po themi, me vota ose nuk është e gatshëm ose nuk ka kontroll ndoshta mbi deputetët e saj, dhe po saboton procesin në një mënyrë tjetër që është Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra, ne nuk po mbrim dot deri tek tryeza me ata emrat që unë jam dakord me emrin tënd, po s'më pëlqen kjo gjë, ti je dakord me timin, po s'të pëlqen kjo gjë, pra nuk kemi mbritur në të fazë akoma ne aty. Ne aty jemi në fazën që dikush propozon dhe dikush thjesht hesht me qëllimin për të sabotuar dhe për të mos nisur ndoshta as proceduralisht procesin e zgjedhjes në kuvendin e Kosovës. Kaq. Egon, po ta them një gjë. Në Shqipëri nuk e kam dëgjuar teknikisht ta sqaroj me kaq qartësi më shumë se sa ty. S'kam dëgjuar asnjë. Edhe këto të përgëzoj për këtë detajizim të procesit.
dhe nuk kam çka i shtoj asaj, për arsye se i ke thënë të gjitha që ta kuptoj edhe njeri i zakonshëm në Shqipëri, dorën në zemër edhe një pjesë e madhe e njerëzve në Kosovë. Për arsye se nuk e njohin ashtu siç ti e ke shpjeguar sante. Unë s'kam çka i shtoj kësaj pjese, ndoshta në një debat tjetër mos pajtimet i kemi rreth qeverisjes. Rreth asaj Do jemi patjetër thënë ti je plotësisht i saktë dhe s'kam çka. Nuk është çudi që Kjo është kthes e madhe, zoti Rakiti. Unë të kem edhe më shumë kritika se sa ju. Dëgjoj që Është kthes e madhe, po them. Qeverisja mund të ketë, nuk është çudi thotë që mund të kem kritika edhe më shumë se ju. Nuk e di, po në fakt ka proces me sa di unë ka pastaj në çështje teknike po. Ka jo, shumë. këtë proces e ke shpjeguar. Ben çfarë thoshë ti se kam ndonjë pyetje unë dhe do ta braktisim pa asnjë vrejtje, asnjë presje nuk ta heq dhe unë mendoj që ajo do të ndodh atë që edhe e parashikove, edhe e shpjegove arsyeën pse jemi deri këtu. Shko vëllë, unë ndoshta kam pak atë luksin që i shikoj gjërat, ndoshta nga sateliti, kam atë bird's eye view, sepse jam pak më Po, e miftot në këtë rast, po. Ndoshta. Po këta janë ekspertë të dy tani të kësaj. Ajo që mua më shqetëson gjithë të mesele, gjithë të histori është që kemi të bëjmë një dështim total të tërë politikës, jo vetëm qeverisë, por edhe të opozitës, për të ushtruar artin e kompromisit të pamundurës. Është e turpshme që Kosova që ne deri dje jemi mburu, që bën zgjedhje të jashtëzakonshme, më të mira se Shqipëria dhe ne ndodhemi në këtë pikë ku jemi. 22 milion kanë kushtuar deri tani zgjedhjet e Kosovës pikërisht për shkak të abrazivitet. 28. Pikërisht. Është të mëshme, për Kosovën janë para e madhe, për qytetarët e Kosovës, të cilët besoj janë të lodhur nga kjo lloj politike. Dhe për mua, edhe pse unë jam mbështetësi i Albin Kurtit, por i takon atij si kryeministër të bëj kompromisin, të bëj tërheqjen, lëshimin. Ka edhe një problem, se faktikisht partitë e vogla janë kthyer si një formë LSI e dikur këtu në Shqipëri që kërkojnë dhe vendosin gjithmonë targete për të marrë filan ministri dhe filan ministri, është më i madhi ai që i vendos kushtet, nuk është humbsi. Nuk i pranoj që vendos kushtet, më tepër më shqetëson kjo frymë në nivelet e luftës civile politike në Kosovë, sepse realisht është bërë një dëm i madh edhe në të shkuarën politike, qoftë nga LDK e qoftë nga PDK, me keqeverisje dhe me aferat ndryshme. Sigurisht që ka, le të themi, ka për të thonë shumë për një keqeverisje nga Albin Kurti, por gjykoj se karta morale në fund të ditës vlen më shumë se çdo gabim që bëhet gjatë qeverisjes. A kupton që ne po çojmë ujë në hullinë e tezës që shqiptarët nuk dinë vetë qeverisa? Dhe ky është një shembull klasik. Po ka edhe investitor në lidhje me këtë temë. E fundit pyetje. Ne kemi Po se s'kemi shumë. Ka edhe investitor. Se popullata flet tani. Sepse kundër pushtetit Kurti, kundër pushtetit Kurti, dhe realisht flasim hapur dhe pa doreza, u bën bashkë qoftë Beogradi zyrtar, qoftë një pjesë të Shkupit zyrtar, dhe fatkeqësisht edhe Tirana zyrtare. Këtë du ta themi. Si ka Tirana këtu? Tirana. Po tani ne e dim marrëdhënien e tensionuar midis kryeministrit Rama dhe kryeministrit Kurti. Ne e dim marrëdhënien e tensionuar midis zotit Ali Ahmeti dhe kryeministrit Kurti. Tani këto dihen.